Janë do të shikosh me pritjen e ngrohtë. Pastaj Mirëmbrëma të gjithëve. Jemi sot këtu për të promovuar librin Poema e mungesës të autores Rita Petro. Unë ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Një ditë kaq të bukur me diell, ditë fundjavë, që keni bërë shumë të bukur sallën e Hotel Kral. Njëkohësisht falenderoj në emër të autores edhe Hotel Kral për vëmendjen që ka ndaj letërsisë së mirë dhe sidomos ndaj letërsisë së Ritës në një mbrëmje si kjo. Kur të thoja kam frikë, ti më mbroje krah. Kur të thoja ndjen bosh, ti ndizje muzikën. Kur të thoja më zihet fryma, ti më çelje dritare. Se do ta fytyroni mungesën në një personazh, ta materializoni në një frymor. Nëse ata që e kanë shkaktuar këtë mungesë, e cila është bërë edhe roman, nëse do ta lexoni librin, ju vetë si do ndjeshit si përballur e ekspozuar apo e të shliruar me atë që keni bërë? Mendoj po. Dhe e shliruar. Në rastin e humbjes, ajo është tani mungesa, është ajo që tha. Është e pranishme. Në lidhje konkrete për cilën jemi duke folur. Ajo nuk mbushet, mund të ndodhi diçka tjetër, por s'ka lidhje me atë që mbetet mungesë. Na muajnë gjithmonë njerëzit që kemi